Tirana ka 37 mandate. Po. Unë nuk mendoj që PD-ja merr më shumë se 13. Unë nuk mendoj që PS-ja merr më shumë se 17. Shkoj 30. Ngelen 7 mandate për të shpërndarë me forcat e reja. Unë besoj që koalicioni jon, që është koalicion i 3 partive dhe një grupimi të 4 të rinj, për shkak të gravitetit që ka, për shkak se si shoh dhe frymën nëpër takime, në rrjetet sociale, mendoj marrin numrin më të lartë deputetëve brenda kuadrit të rinjve. Kështu që nga këta 7 mandate unë nuk do habitesha, nuk do surprizohesha që nisma t'i marrit 4. Po let themi që ju do të merrni 7 mandate. She do të marri 4. Po thoya 7 janë të paktën 7 për forcat e reja. Se je me numrat që do të keni, nuk do të jeni në gjendje as blokoni as ndryshoni. Jo, blokojmë nëse nëse ai sformon qeverinë, e blokojmë që shkojmë atë, se i vë këmbën ke dera dhe ai se kur formoj qeverinë, them, nëse ai është tathënjë. Është tathënjë. Ashtu. Tashi, a do të bëheni bashkë ju paktën për të hyrë si pyk në parlament, për kriju një klim të ri? Në anën tjetër, janë 2 nga këto politikanë të ri që unë, pavarësisht se me qorin mos mblidha si jo, si ideologji, si mendim politik dhe aty ku qëndron ai, por kam respekt sepse ka një profil të vetin dhe i qëndron atij profili. Beson, është çështje e tij. Por edhe ju që keni një mendim politik, po t'i shohësh gjithë të tjerët, me shehaj, me llapa që keni ju, më duken njësoj si politikanë të vjetër, demagog, do ta bëj Shqipërinë, ky llapa se thonte një ditë do të përmeshkuj, do t'i sterilizojmë, nuk e di se domthon budalliqe të tilla dhe vërtet, mirë do ta bëjmë. Se edhe këto thonë do ta bëjmë. Edhe Berisha thotë do ta bëj, bile sa i thotë madhështore. Tash a ka mos vit paktën ju që keni mendim politik. Çfarë do të bëni ndryshe se është kollajt thush do ta bëj dhe është gjë tjetër kur merr pushtetin. Dhe unë e kuptoj premtimet elektorale, propagandën elektorale, i kuptoj, por nuk shoh një thelb, që gjitha partitë politike nuk shoh një esencë se si do ta ndryshojmë dhe përpos mendimit dhe programit që do ta kesh besueshëm, duhet të kesh edhe një vullnet shumë të madh. Okej, marrim me radhë. E para, unë Adriatikun e njoh që student. Adriatiku është ndrymtar dhe është njëri pasionant dhe nuk është rasti që njerëzit e duan edhe mbështesin dhe është popullor. Po njerëz që mbështesin dhe Berishën, mbështesin dhe Ramën, mbështesin çdo ka mbështetës. Edhe ti ke mbështetës. Çdo figurë popullore, çdo figurë politike është përfaqësues i popullit vet ose i asaj pjesë të shoqërisë. Kështu që për sa kohë ne garojmë dhe nuk janë, pra Adriatiku nuk është strehuar në një bunker, është reflektimi i shoqërisë. Pra nëse shoqëria do këtë diskurs, do ta votojë. Nëse nuk e do shoqëria dhe refuzon këtë diskurs, nuk do ta votojë. Në lidhje me Qorën, edhe unë nuk bie dakord me disa nga qëndrimet e tij. Thënë kjo, do doja që ai të ishte në parlament. Strategjikisht ka zgjedhur një strategji ku ai është i dyti në listë. Dhe të vetmi vend që sipas projeksioneve ka të garantuar ose jo të garantuar, por ka i shans që është në Tiranë, ja ka lënë dikujt tjetër. Kështu që kam frikë se nuk do jetë në parlament dhe këtë debat nuk do ta kemi në parlament. Nga ana tjetër është Agron Sheha që unë nuk bie dakord me shumë nga qëndrimet që ai mban edhe në raport me administratën publike. Por gjasat janë që mund të jetë në parlament. Ai, Erald Kapri, ndoshta Barbara Doda e tjerë. Tani, me këta të rinj në parlament, unë nuk shoh asnjë arsye pse ne mos krijojmë një grup parlamentar. Sado qofshim, 7, 10, 15, 12, 5, nuk ka rëndësi, po të krijojmë një grupim përballë klasës vjetër politike.